Bëhuni, thot vegetarian, boll me sakrifiku kafshët, s'kemi të drejtë, thot t'i therim. Në këtë dynja, nuk ka vegetarian. Kafshët grabitqare hajnë kafshët barngrënëse. Barngrënëset hajnë barin. Nuk mund të kërkosh ti prej njeriut që të dalë nga natyrshmëria që e ka kriju i madhi Zot. Allahu i lartësuar e ka krijuar njeriun, ka dhëmb, ka aparat tretës, që ky aparat tret si perimet, pra ushqimit perimet, por edhe mishin. Nuk mund të kërkosh ti që të dalin pra njerëzit, gjithë njerëzit, ti e lirë vetë, bësh çfarë të duash, por që të dalin njerëzit nga natyrshmëria. Pastaj, nëse ecim me këtë mentalitet, ti bie që mos përdorësh ilaçe, sepse ne e dim që shumica e ilaçeve provohen tek kafshët. Me këtë mentalitet i bie që mos me përdor as pra lëkurën, sepse pra veshje, lëkure, sepse ato janë pra prej kafshëve. Me këtë mentalitet i bie që pra mos me vra një insekt, i cili dëmton shtëpinë, dëmton njeriu, dëmton ushqimin, dëmton shëndetin. Më thuj një shqiptar që nuk ka përdor pra ilaç kundër moshkonjave apo kundër insekteve. Pra diçka e dëmshme është përdor ilaçi për ta largu. Ne normal jemi kundër dhunës ndaj kafshëve. Patjetër, çdo musliman është kundër dhunës dhe kundër keqtrajtimit të kafshëve. Por ajo kafshë e cila është caktuar për të ngrënë, sipas rregullave, nuk ka asnjë problem. Allahu i lartësuar na thot në Kur'an, uhillet lakum bahimatul an'am. Ju është lejuar juve ngrënia e kafshëve, përveç atyre që do t'u tregohen, pra përveç disa llojeve, të cilat i ka qartësuar Zoti i qetësisë në Kur'an ose profeti alayhis salam, hadithet e tij. Kështu që të këshilloj që mos me kërku dalje nga natyrshmëria që ka kriju i madhi Zot njeriun.